Aktori Gazmend Paja bëri një reagim sa hipokrit, aq edhe me element të pavërtet, pas një episodi ku ajo godit simbolikisht me vezë nga ata që konsiderojnë si protestuesit e flamingove. Duke ju drejtuar me një shprehje linçuese, ku me buta ishte Lolo Jobori, disa aktivistë të shoqërisë civile lëshuan në një korrik 2026 disa kokra vezë pranë qendrës së Tiranës mbi trupin e Pajës, i cili nga ana e tij nuk aportoi të kthehej me fjalor reagues dhe as pak etik. Aktori i emisionit të njohur Kabaret, Portokalli është një përkrahas publik i Partisë Socialiste në pushtet. Të pranoi edhe vetë në reagimin e shpërndarë në median sociale të njëjtën e dy korriku 2026. Po, unë mbështesh Partinë Socialiste. E kam bërë dhe vazhdoj ta bëj sepse bindjet e mia janë të majta. Shkroi Paja, duke deklaruar të drejtën e tij për të bërë zgjedhjen politike. Por ai nuk u godit me vezë për shkak të bindjeve të tij. Protestuesit, të cilët mblidhen me mira për më shumë se një muaj kundër qeverisë autokratike të Edi Ramës, e shohin aktorin si një propagandues dhe përfitues të pushtetit të rilindjes. Paja thot në reagimin e tij se pavarësisht afërsisë së madhe me qeverinë, nuk ka marrë poste, nuk ka marrë privilegje, nuk ka marrë tenera dhe nuk kam jetuar kur në kurrizë të shtetit. Kam punuar që fëmijë. Nuk kam vila në Bregdet, nuk kam vila në mal, nuk kam pasuri që nuk i shpjegoj dot. Kam vetëm duart e mia, djersën time, artin tim dhe ndërgjegjen time. Ky qëndrim ka element të mjaftueshëm hipokrizie. Gazmend Paja, i cili krahas aktrimit zhvillon aktivitet sezonal si menaxher një lokal i plazhit në rrëmi gjatë verës, ka fituar edhe statusin e investitorit strategjik për ndërtimin e një resorti disa miliona euro në qytetin bregdetare në jug të vendit. Ai e ka të qartë se u godit me vezë për shkak të përfitimit të habitshëm të statusit të investitorit strategjik, fal lidhjeve të durova politike. Për të zbërur disi këtë imazh, Paja në vijim të reagimit publik e për herë të parë edhe versionin e tij për këtë histori. Sa për çështjen e investimit strategjik është folur shumë. E vërteta është e thjeshtë. Kam qenë vetëm ndërmjet mes investitorit dhe pronarëve të tokës, të cilët janë miqtë e mi personal. Si rrjedhoi u bëra pjesë e kompanisë e cila do të investonte. As ka marr prona, as favore, as përfitime, deklaron aktori Paja. Ndërsa pjesa e parë e reagimit shoqëroi me shtirje emocionale, shpjegimi i tij në fund për investimin strategjik ka plot element të pavërtetës. Ka vetëm një të vërtetë, kur Paja pranon se ka shërbyer si ndërmjetës sekser për investimin strategjik. Por kronologjia bazuar në dokumente zyrtare tregon një histori më ndryshe nga ajo që prezanton aktori Portokallis. Duket se roli i tij i sekserit ka qenë mes pushtetit dhe kompanisë që realisht e kërkonte statusin e investitorit strategjik. Paja politikan. Gazmend Paja ka një rol primar në atë grup artistësh që shërbejnë si garda propagandistike e qeverisë së majtë në Shqipëri, sidomos të Erion Veliajt, kryetarit të Bashkisë Tiranës që është në qeli prej shkurtit 2025 nën akuzat për korrupsion. Gazmend Paja në të drejtën e tij është shfaqur shpesh në fushatat elektorale të Partisë Socialiste, sidomos ato që zhvillohen në Tiranë. Ai është një ndër përkrahasit kryesor të Veliajt në procesin gjyqësor që kryebashkiaku në detyrë zhvillon në gjykatën administrative, kundër prokurorit të posaçëm që e ka hetuar Orç Dado. Edhe kjo është një sjellje normale, për sa kohë Gazmend Paja ka pranuar më shumë se një herë që e ka mik familje e Erion Veliajt. Por raporti mes tyre duket se është nga ato që konsiderojnë si shoqëri me përfitime. Gazmend Paja ja ka parë ajrin angazhimit të tij politik. Tu është momenti që të hapen letrat. Investitori strategjik. Në vitin 2015, mazhoranca socialiste miratoi ligjin e shumë debatuar për investime strategjike. Në bazë të këtij ligji, qeveria merrte përsipër që të aplikonte taksa të ulta, si dhe të ofronte mbështetje infrastrukturore dhe logjistike për sipërmarrësit privat që do të investonin në projekte mbi 5 milionë euro dhe që do të hapnin më shumë se 100 vende pune. Sipas qeverisë, ky ligj synonte të nxiste thithjen e investitorëve tuaj. Por zbatimi i tij në praktik tregoi se ai shërbeu vetëm për të siguruar kushte të favorshme dhe pa gar për një grup biznesmenë shqiptar të lidhur ngushësisht me pushtetin e kryeministrit Edi Rama. Në shtator të vitit 2019, Komiteti i Investimeve Strategjike, një strukturë që drejtohet nga vetë kryeministri Edi Rama, me vendimin numër 2 të tretat, miratoi statusin e investimit investitor strategjik procedurë asistuar për projektin e investimit me potencial strategjik Dërmi Resort. Projekti përfshin ndërtimin e një kompleksi turistik, i cili shtrihet në një sipërfaqe totale prej 133.000 metra shkatror në zonën kadastrale 1481 në bashkinë e Imarës. Vlera e investimit parashikohet të ishte 13.7 milionë euro. Referuar gjithnjë vendimit të firmosur nga Rama, ky projekt do të realizohej nga subjektet aplikuese Startech dhe Ecotech Energy Services. Kompania e parë Startech është regjistruar si biznes në vitin 2012. Ajo është në pronësi të sipërmarrësit Lulzime Metaj dhe ushtron aktivitetin kryesor në fushën e ndërtimit. Kompania e dytë Ecotech Energy Services, ky subjekt është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit në vitin 2016 dhe aktiviteti i saj kryesor ishte pastrimi i depozitave të hidrokarbureve. Ortaku themelues ishte Alket Cakaj, një familjar jo shumë i afërt, por më shumë mik publik me aktorin Gazmend Paja. Paja dhe Cakaj janë shfaqur së bashku edhe në një dalje publike, në puntatën e 19 korrikut 2018 emisionit Kush po vjen për dreke, që transmetojnë në atë kohë në televizionin Klan. Afërsia mes të dyve u konkretizua me dokumente në disa muaj pas kësaj dalje publike. Në 24 prill 2019, Alket Cakaj i shet Gazmend Pajas kompaninë Ecotech Energy Services për 100.000 lekë të reja, afërsisht 1.000 euro. Pak vëmendje këtu. Vetëm 4 muaj pasi Paja bëhet pronar i kësaj kompanie, ajo shpallet investitor strategjik për resortin 13 milionë euro në Dërmi. Sekseri Paja. Në reagimin më të fundit publik, aktori dhe biznesmeni Paja thotë se ai u përfshin në historinë e investimit strategjik si ndërmjetës mes kompanisë Startech dhe Lulzime Metaj me pronarët e tokës në Dërmi, të cilët sipas tij kishte miq. Por sa qëndron ky argument? I rikthehemi sërish dokumentacionit publik.
Kompania Startech e Metaj nuk e kishte për herë të parë që aplikonte për fitimin e statusit të investitorit strategjik. Në vitin 2017, kjo shoqëri kishte aplikuar vetëm pranë Komitetit të Investimeve Strategjike me të njëjtin projekt, kompleksi turistik Dërmi. Edhe në atë aplikim, projekti përfshinte territorë që gjendeshin në zonën kadastrale 1481 në Bashkinë Imare. Pra, qartësisht që në atë kohë, Lulëzimi Metaj në vlerësimin e tij kishte krijuar kushtet për përfitimin e statusit të investitorit strategjik. Si rregull, kompania e tij Startech për sa kohë kishte dorëzuar aplikimin pranë Komitetit të Investimeve Strategjike, duke se kishte hartuar projektin, kishte siguruar hapësirën e ndërtimit në pronar të tokës dhe natyrisht duhet të kishte gjetur edhe rrugët e financimit. Por Komiteti i Investimeve Strategjike në ndërtimin e Ramës me vendimin 28/2 të 20 nëntorit 2017 nuk e miratoi statusin e investitorit për Startech SHPK. Formalisht, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi që subjekti aplikues të plotësonte dokumentacionin e shtesë. Kompania Startech ju la detyrë që të plotësojë dosjen e projektit me identifikimin e qartë të zonës dhe me kontratat e lidhura me pronarët e tokës. Nga ajo që kuptohet nga vendimi i nëntorit 2017, Startech SHPK nuk kishte mangësi thelbësore dhe as probleme me pronarët, me të cilët kishte nënshkruar kontrata tashme. Gjithçka dukej se lidhej thjesht me burokraci dokumentash. Por Lulëzimi Metaj duhet të ketë kuptuar se pas probleme me natyrë burokratike, blokimi i investimit të tij duhet vinte për arsye të tjera. Për momentin nuk ka asnjë të dhënë zyrtare që të konfirmojë se pronari Startech duhet të ketë marrë mesazh që të gjejë lidhje të duhura për të fituar statusin e investitorit strategjik. Megjithatë, veprimet e tij lënë të kuptohet se ai e ka kuptuar atë mesazh të koduar. Në vitin 2019, sipërmas Lulëzimi Metaj aplikon sërish për të fituar statusin e investitorit strategjik. Por megjithëse kishte përgatitur çdo gjë vet, ai aplikon për resortin e Dërmis së bashku me kompaninë Ecotech Energy Services të Gazmet Pajas, një njeri i lidhur fuqishëm me pushtetin socialist. Dhe Startech SHPK duket se e ka pasur sigur fati ose si Ajmali Gaspajan, pasi hyri në lojë aktori, projekti strategjik mori viston e kryeministrit Edi Rama. Paja lodhet nga investitori strategjik. Nëse lexon ligjin për investime strategjike, kuptohet që marrja e statusit të investitorit të privilegjuar është një kokçarje e madhe. Fillimisht duhet gjendet zona e investimit, pak rëndësi ka nëse është në turizëm, bujqësi, frutikulturë apo në fusha të tjera. Duhet hartuar projekti që her pas here shoqërohet me fatura të kripura. Duhet plotësuar ana dokumentare dhe mbi të gjitha duhet siguruar financimi. Pra, cili do që synon të aplikojë për statusin e investitorit strategjik duhet të derë djersët e para. Natyrisht nëse ky mundim shpërblet, përfitimet për investitorët janë të konsiderueshme. Gazmet Paja nuk duket se është lodhur shumë për të fituar statusin e investitorit strategjik. Siç pranon vetë publikisht, ai bëri ndërmjetësin me Startech dhe pronarëve të tokës në Dërmi, që mes atyre të lidheshin kontratat për pronar. Si rrjedhoi këtij ndërmjetësimi, aktori thotë: "U bëra pjesë e kompanisë e cila do të investonte." Në botën e biznesit, ajo që arriti Gaspaja është një gjë shumë e rëndësishme. Nëse pranojnë si të vërteta argumentet e tij, duket se ai fitoi statusin e investitorit strategjik pas një kontribut financiar, vetëm duke shfrytzuar potencialin e tij verbal për të bindur pronarët e tokës që të lidhin marrëveshjen me kompaninë që kishte parat, Startech SHPK. Bashkëpunimet tregtare janë të natyrave të pafundme. Dikush vendos parat, dikush tjetër ofron kontributin intelektual nëpërmjet projekteve apo analizave të ndryshme. Gaspaja realizoi marrëveshjen tregtare vetëm me gojë, apo edhe me lidhjet e duhura. Ka nga ata që publikisht e kanë konsideruar përfshirjen e tij në investimin strategjik si një lloj sopranome të veljet. Akuzat gjithsesi deri më tani nuk janë të faktuara. Por kjo historia e investitorit strategjik duket se lodhi aktorin e humorit. Në janar të vitit 2026, Gazmet Paja vendosi të pezullojë aktivitetin e kompanisë Ecotech Energy Services. Pas një shpjegimi apo arsye të qëndrueshme, ai u ofroi qendrës kombëtare të biznesit për ta pezulluar pa fat veprimtarinë e kompanisë, me të cilën fitoi statusin e investitorit strategjik. Kompania Startech në faqen e saj zyrtare të internetit ka publikuar të dhënat e detajuara për projektin Dërmi Resort. Pra, duket se investimi po shijon. Por, pa Gazmet Pajan, i cili luajti rolin e kumbarit për këtë strukturë betori në bregun e mrekullueshëm të jugut të Shqipërisë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.